Qeveria shqiptare ftoi sot misionin e EULEX-it dhe gjykatën e Hagës që të nisin çdo lloj hetimi mbi akuzat që senatori Dik Marti i Këshillit të Evropës ka ngritur për trafikim organesh në territorin e Shqipërisë. Kryeministri Sali Berisha tha se hetuesit do të gjejnë në Shqipëri bashkëpunim dhe mbështetje për të hetuar gjithçka dhe kudo. Ai deklaroi sot në mbledhjen e qeverisë se Shqipëria është një vend i lirë dhe demokratik, antar i NATO-s që po ecën drejt Bashkimit Evropian. Reporteri Dik Marti paraqiti këto ditë në Këshillin e Evropës një raport ku flitet për trafikim organesh dhe varr masiv në territorin e Shqipërisë gjatë luftës së Kosovës në vitin 99 dhe ku viktimat mendohet se janë shtetas serb dhe robër lufte. Korrespondenti Liriana Golli njofton nga Tirana. Qeveria shqiptare shpreh sot gatishmërinë për të bashkëpunuar në çdo hetim që mund të nisë lidhur me akuzat që ka ngritur reporteri Dik Marti për trafik organesh në territorin shqiptar gjatë luftimeve të Kosovës. Kryeministri Sali Berisha deklaroi sot në mbledhjen e qeverisë se Shqipëria ka qenë gjithnjë e hapur për hetimin e krimeve të luftës në ish Jugosllavi. Ajo ka qenë sipas tij pjesë e zgjidhjes konflikteve në rajon dhe asnjëherë pjesëmarrëse e këtyre konflikteve. Shqipëria është një vend i lirë. Është një vend antar i NATO-s. Është një vend tërësisht i hapur ndaj çdo lloj hetimi. Kryeministri Berisha tha se Shqipëria ka qenë një prapavije e fuqishme e veprimeve të NATO-s në sulmet kundër diktatorit të Serbisë Milošević dhe një mbështetëse e fuqishme e luftës çlirimtare që shndroi çështjen e lirisë së Kosovës në një çështje botërore të lirive njerëzore. E ftoi gjykatën e Hagës të zoti Berisha të rinisë hetimin për këtë çështje sepse ajo vetë po akuzohet se ka fshehur provat. Shqipëria nuk ka asgjë për të fshehur, tha kryeministri Berisha, kushdo që ka kryer krime lufte duhet të paraqitet përpara drejtësisë. Zoti Berisha tha se raporti i Dik Marti nuk paraqet as edhe një fakt të vetëm, flet për dëshmitar që kërkojnë anonimat, flet për 300 serb të zhdukur dhe nuk jep asnjë emër viktime. Kryeministri shqiptar tha se mirëpriste plotësisht hetimin e EULEX-it për këtë raport. Duke patur parasysh vullnetin e hekur të qeverisë që ligji kombëtar dhe ndërkombëtar të predominoj, ne ftojmë EULEX-in dhe i të nërmarrë hetimin dhe i garantojmë të gjitha lehtësirat dhe bashkëpunimin e plot të autoriteteve shqiptare. Kryeministri Berisha tha se Ministria Shqiptare e Drejtësisë do t'i drejtojë gjykatës ndërkombëtare të Hagës një letër të veçantë ku do të ftohet dhe të garantohet se pavarësisht se mandati i gjykatës është për krimet e luftës në ish Jugosllavi, Shqipëria do t'i japë asaj çdo lehtësirë dhe nuk do të ketë asnjë kufizim më të vogël për çdo lloj hetimi. Ndërkaq, delegacioni shqiptar në Këshillin e Evropës do të kërkojë që Dik Marti të dorëzojë provat e EULEX-it dhe dëshmitarët, përndryshe kjo do të ishte sipas tij një abuzim shumë i rëndë me emrin dhe autoritetin e Këshillit të Evropës. Reporteri Dik Marti paraqiti këto ditë në Këshillin e Evropës një raport ku flitet për trafik organesh dhe varr masiv në territorin e Shqipërisë gjatë luftës së Kosovës në vitin 1999 dhe ku viktimat mendohen se janë shtetas serb robër lufte. Raporti përshkruan lidhjet e ushtrisë çlirimtare të Kosovës me trafikantë organeve që vepronin në një zonë ku evidentohet qartë një banesë i qendra e këtyre veprimtarive. Raporti bën fjalë për afro 300 serb që janë viktima të këtyre trafiqeve dhe dëshmitar që nuk publikohen nga pasiguria e jetës. Për Zërin e Amerikës, Liriana Golli, Tiranë.